Me largimin e dimrit dhe ardhjen e ditëve më të ngrohta e më të gjata, shumë njerëz përballen me një ndjesi të çuditshme lodhjeje, të njohur si lodhja e pranverës. Edhe pse nuk konsiderohet një sëmundje, kjo gjendje është reale dhe shfaqet për shkak të ndryshimeve në ritmet biologjike dhe stilin e jetesës. Simptomat më të zakonshme përfshin mungesën e energjisë, përgjumjen, irritimin dhe vështirësitë në përqendrim, ndjesi që shpesh lidhen me ndryshimin e temperaturës dhe ekspozimin më të madh ndaj dritës natyrale. Ja disa mënyra të thjeshta për të përballuar lodhjen e pranverës. Shfrytëzoni dritën e diellit. Ekspozimi ndaj dritës natyrale ndihmon në balancimin e ritmit cirkadian dhe rrit prodhimin e serotoninës, hormonit të humorit të mirë. Ekspertët këshillojnë të kaloni 20 deri në 30 minuta në diell çdo mëngjes. Ushtrohuni rregullisht. Aktiviteti fizik përmirëson qarkullimin e gjakut dhe gjendjen emocionale. Mjaftojnë 30 minuta ecje e shpejtë, biçikletë apo yoga 5 herë në javë për të ndjerë ndryshimin. Ushqeuni lehtë dhe shëndetshëm. Me rritjen e kërkesave energjetike të trupit, dieta bëhet kyçe. Konsumoni më shumë fruta, perime, drithra integrale, proteina të lehta dhe shmangni ushqimet e rënda e me sheqer. Gjithashtu, hidratimi është thelbësor. Mbani një rutinë të qëndrueshme gjumi. Me ditët më të gjata është e rëndësishme të ruani një orar të rregullt gjumi. Me ditët më të gjata është e rëndësishme të ruani një orar të rregullt gjumi. Flini 7 deri në 9 orë çdo natë. Shmangni ekranet përpara gjumit dhe krijoni një ambient të qetë për pushim cilësor. Me këto masa të thjeshta mund të përballoni më lehtë lodhjen sezonale dhe të shijoni energjinë pozitive që sjell pranvera.